që është një nga universitetet më të mira të botës. Ky autor është sot ekonomisti më i referueshëm në botë, absolutisht më i referueshëm në botë. Ky ka një libër Why Nations Fail, pse dështojnë kombet. I libër fundamental. Edhe thot, kombet nuk dështojnë sepse kanë pozitë keqe gjeografike. Kombet nuk dështojnë sepse nuk kanë burime natyrore. Kombet nuk dështojnë sepse ju ndodhi një luftë. Kombet nuk dështojnë sepse pat një fatkeqësi natyrore. Absolutisht. Kombet dështojnë në momentin që nuk ndërtojnë dot institucione përfshirëse. Gjithë përfshirëse. Kombet dështojnë sepse ndërtojnë institucione përjashtuese. Çfarë është një institucion që përjashton? Është një gjykatë që bën padrejtësi. Është një kryeminist që bën padrejtësi. Është një imam që nuk ushtron përgjegjësinë e tij. Është një mësues që nuk ushtron përgjegjësinë e tij. Këto janë institucionet ja të marrim Kosovën, me që unë e njoh në mënyrë modeste, po do ta them këtë gjë. Në Kosovë ka një islamofobi në gjendje dramatike. Është qesharake për të gjithë autorët që e njohin çfarë është islamofobia, çfarë është islami, çfarë është shoqëria, çfarë është demokracia, që të kuptohet pse ndodh kjo gjë në Kosovë. Në Kosovë ka gazetarë, në Kosovë ka gjasë profesorë universitetesh, të cilët fyen islamin, fyen njerëzit, i quajnë qelpsira, e quajnë islamin papranueshëm me demokracinë, e quajnë islamin ardhe nga shpellat, e quajnë islamin një gjë të re. Këta janë ekstremistë përfaqësues, dhe këta bëjnë si perëndimor. Në fakt perëndimi është përfshirës, prandaj është zhvillu. Tash këta shikoj çfarë lloj kaosi total në mendjet e tyre. Janë përjashtues në ekstrem në emër të perëndimit, që perëndimi është përbashkues. Një paradoks i çuditshëm. Është paradoks jashtëzakonshëm. Por mund të ketë edhe brenda nesh muslimane përjashtime. Domethënë, ose qasje përjashtuese. Në momentin që do ndërtojmë institucione që përjashtojnë, ne do jemi edhe më keq, edhe do themi gjithmonë duhet ikë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Në momentin që do ndërtojmë institucione përfshirëse, do bëjmë demokraci, do bëjmë drejtësi, do jemi drejt, do jemi edhe musliman të mirë, ata që janë krishterë do jenë krishterë të mirë, ata që janë ateistë do jenë ateistë të mirë. Nuk do jenë ateistë përjashtues, nuk do jenë krishterë përjashtues. Kjo është e gjitha. Derona Simoglu ka marrë shembuj vende, ka studiuar me radhë, pse për shkak ka dështuar Argjentina, një vend me mrekulli natyrore, me pasuri të pafundme. Pse ka dështuar Brazili, një perlë natyrore. Pse dështojnë vendet e Afrikës? Edhe pse nuk dështon Kanadaja, për shembull. Janë këto arsyet. Kanadaja ka ndërtuar institucione përbashkuese edhe paqëtuese. Pse nuk dështon Norvegjia? A dini që në Norvegji ka dhe policia që rrin me shami, respektohet deri në këtë mas besimi i tjetrit? A dini që në Kanada ke profesor, ke studente muslimane që e shprehin besimin e tyre në mënyrën më të lirë të mundshme, po ke edhe student të besimit hindu, po edhe të besimit shintoist, po edhe të besimit e tjera që në lirinë e tyre të plot e praktikojnë në aura publike, sepse laicizmi dhe sekulariteti nuk janë përjashtuese, përkundërsi janë pasi hapësira përbashkuese të gjithë. E qartë, mirë, le të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj do kemi edhe një bisedë me ty, duke u nisur nga o xhinderuar, duke u nisur nga këto që tha Fitimi. Publicitet.